Censusi nuk arrit për 21 votë, është një numër shumë i vogël për ta interpretuar në ndonjë mënyrë. Mendoj që atë ditë qytetarët qartë e dhanë verdiktin e vetë se cili kandidat kam besim dhe kush duhet të udhëheq me komunën e Gostivarit, mirë po ja që për këto 21 votë tani Gostivari sërish duhet të shkojë në zgjedhjet përsëritura. Unë mendoj që ata votues të cilët e kanë votuar këtë opcion më 19 tetor, jam i bindur se nuk do të ketë ndryshim në disponim. E vetë një gjë e cila mbetet të shihet se si do të shkon, është do të jetë numri i votuesve të cilat do të dalin në këtë raund të përsëritër, duke marrë parasysh rrethana të tjera, siç janë nuk do të ketë më lista këshilltarësh edhe mund të ndodhë që votuesit edhe shqiptar, por edhe nga komunitetet tjera të mos kenë aq interesim për garën e 11 janarit.